Agima Alivota nga shtoi i ri del çdo ditë në autostradë për të shitur lule shtrydhe të prodhuara në shtëpinë e saj, duke e kthyer këtë punë në të vetmin burim të ardhurash për familjen. Ajo tregon se bashkëshorti është i semur dhe nuk mund të punojë, ndërsa 3 fëmijët e vegjël ndjekin shkollën. Përballë vështirësive ekonomike, ajo thotë se nuk ka zgjedhje tjetër përveç se të punojë çdo ditë në rrugë, pavarësisht kushteve të vështira. Kja është e saktë për mall, se prëlloj vetë, edhe veç ple lope konte, e ha vetë, një ashtu hanë te dhe gjithkush si kalon kalimtari këtu, se e blen me lek. Falem minesh Zotit se tash na ka dhonë mundësinë edhe i malli Zot se na ka falë ne, se ja kana bon hizmetin na, për me hongri ka shatë bukë. Se unë jam me burë smurë, shife kjoja burë jem e pruj të qej, tash e nisa me marë buken, vjen e rini tu me mu, se fëmija janë vëcël janë shkollë, se me qa me jetu njëri, për dite kam fitu buken i to. Tash 3 javë, si jam i to, se tash s'ka, se janë mareskja, dhe 2-3 ditë mund kene dhe s'ka mo, 3 javë është kja e soja. Edhe i ka shatë buke kam fitu i tu me te, për njatë muj, si thuhet, se unë jam shpijake, jam pa punë. Po, dalëm, tash 3 vjetë kam fillu i këtë punë ishto, hajt, kajfije, kam vazhdimisht ishto. Qa me bo? Agimia shprehet se në kultivimin e lule shtrydheve ka edhe shpenzime të vazhdueshme, por mundi i saj shpesh nuk vlerësohet sa duhet. Ajo thekson se produkti është bio dhe i prodhuar në tokën e familjes së saj, me shumë sakrificë dhe përkushtim. Ne na bo qefi me pak vajza jeme, se jena nevojtar për i co buksat. Po që me bo pra kështu është, se na ma fort fiton e trektari si ban trekti, se na fshatari si ja bojnë munen. Kja do të vaditet, si thohet ujtë ashtë me lek, se jena me pus. Ashtë me lek, se kja pasë vadit, këtë s'ka gjonë si e kalon të poshtë. Hargjojmë korentin, livrimin e tokës si e bojmë, si shkon 40.000 lek me e livru dëlymi tokës. Pos munin si do t'a bojmë na. Se tana jonë me plasmase, me zorë vaditse, me tana jonë shpenzime jonë, po se qa fitojmë të na duket njatë lekë e shpenzojmë, njatë e marëm, njatë se njatë shkon aja punë. Po jo, po s'bohet me i vajzeme, se a i thot, po di me i zoj, thot, po ti ka i 1000 lek, po shko mërë 10.000 mere i 1000 lek, unë e kam vjeli tash, që sa është ora, 12, 10 ka marrë dhe i to, se kur a kënë tira një e riga shot, jam kënë t'i e vjelone. Edhe sa i tham, sa bajun me shito, për shemë 30 tasa, si pa pronë, këto me shito. Pavarësisht vështirësive, ajo nuk ndalët duke u përpjekur çdo ditë të sigurojë të ardhura për të mbajtur familjen dhe për të përballuar jetesën. Një histori e thjeshtë, por që pasqyron realitetin e shumë familjeve që luftojnë çdo ditë për mbijetesë.